Kemi hyrë në orën e 2 të mëngjesit këtu në Radio Kosovë të dashur miq. Ju e dini që sot ka nisur ora verore. Pas mesnatës në orën 2 të mëngjesit të ditës së sotme, akrepat janë zhvendosur një orë përpara, duke kaluar në orën 3, pra prej orës 2 në orën 3. Ky ndryshim është pjesë e praktikës së zakonshme për të përfituar nga orët më të gjata të ditës gjatë muajve të ngrohtë, duke optimizuar përdorimin e energjisë dhe duke përmirësuar cilësinë e jetesës për qytetarët. Edhe pse ky ndryshim i orës mund të sjellë përfitime të mundshme, ka studime që sugjerojnë se ndryshimi i orës mund të ketë ndikim në ciklet e gjumit dhe shëndetin e disa individëve. Përdorimi i orës verore ka qenë temë diskutimi në shumë shtete, ku disa janë duke shqyrtuar mundësinë e përfundimit të kësaj praktike. Për të përshtatur me këtë ndryshim, është e këshillueshme që të planifikoni orarin tuaj të gjumit për të minimizuar ndikimet e mundshme dhe të shfrytëzoni sa më shumë dritë natyrale gjatë ditëve të verës. Sot pra, të gjithë jemi zgjuar një orë më herët, sepse do ta shfrytëzojmë ditën pak më shumë. Një arsye më shumë, sot kemi festën e Bajramit. Për të diskutuar pak më shumë për këtë festë, kam ftuar në mëngjes sot Hoxh Nexhmi Hoxhën, i cili shërben në Xhamin Pavarësia në Prishtinë. Mirëmëngjes Hoxh, mirë se erdhët për Hajr Bajrami. Mirëmëngjes, faleminderit shumë, mirë se u gjem, edhe hajr paqë edhe ju i ko për hajr. Lejoni që edhe përmes valve tuaj, përmes emisionit tuaj, të bëj për hajr gjithë besimtarëve shqiptar kudo që janë, kurime festa e Fitër Bajramit. Faleminderit. Çu ka lut me faljen e Bajramit? Mirë shumë, ka qenë një atmosferë shumë e bukur, kemi pas edhe korën e medresës për të kënduar ilahia, kështu që ndoshta edhe pak koha me shi që ka qenë, njerëzit nuk kanë mujtë, besimtarët nuk kanë mujtë me shku nëpër zakonisht unë i sugjeroj të dalin nëpër fshatrat e tyre për nga janë të ardhur për kanë përjardhjen, për arsye se atje tubohen dhe shihen mes njëri tjetrit. Është rast i mirë Bajrami. Bajrami është shumë rast i mirë, por këtë herë meqense se koha ka qenë me shi, në xhamin ton, ne kemi xhami është 4 katë e madhe, pothuajse kemi pas afër 5000 besimtarë të cilët e kanë falë namazin. Nuk i ka zonë, pothuajse këtë një me një kemi qenë dhe e kemi shfrytzuar edhe lokalin, kemi shfrytzuar edhe rrugën e gjithë që kemi hapësirë të tjera. Ju lumt. Në Xhamia Pavarësia është në kodrën e Trimave. Ma shpjego pak emrin e kësaj xhamie. Xhamia Pavarësia është emri i xhamisë për arsye sepse ditën e pavarësisë të Kosovës kemi filluar me ndërtu xhamin, po me ndërtu me ajo ditë ka qenë ditë e ftoftë, siç e dim gjithë, e kujtojmë ditën e 2008, 17 shkurtit 2008. Mirë, po në mënyrë simbolike kemi organizuar të rit aty të lagjës që kemi qenë dhe ka qenë një shtëpi e vendosur aty, kemi rënuar atë ditë në ditë ftoftë, kemi rënuar atë shtëpi por me ditë që jemi pavarësu dhe për me pas në emër Xhamia Pavarësisë. Të më thënë, atë simbolike paska. Po, edhe besoj që lagja Kodra Trimave meriton për shumë arsye, do thotë këtë emër, këtë epitet, siç e meriton edhe sepse ka përjetuar shumë gjatë luftës. Jashtëzakonisht shumë, aty të lagja të afër xhamisë është edhe shkolla Zën el Aidini, e cila ka dhënë një kontribut edhe jep një kontribut jashtëzakonisht madh, po e dimë ka qenë edhe ambulant apo spitali Nën Tereza, që edhe para luftës, po sidomos gjatë kohës luftës ka shërbyer krejt popullatës Kosovës, po sidomos popullatës së Prishtinës, ku ka pas me mira lindje fëmijë që kanë lindë aty, po dhe një histori shumë përmbajtësore që do mundohemi, do thotë me ju tregu gjeneratave të tashme, po edhe me nderu ata të cilët kanë kontribuar për lirinë tonë, për pavarësinë, ashtu që më edhe emrin Xhamia Pavarësia. Hoxha, në këtë ditë të Bajramit, po duam të ndal tek Bajrami të ne në Kosovë. A është rujtë tradita e festës së Bajramit? A është ndryshuar në periudha të caktuara, është plotësuar apo i është heq diçka? Çka mund të na thuash? Ajo tradicionalja që është ruhet, po besoj që ruhet tradicionala me faljen e Bajramit, me urimet, me shku, me ardhe të njëri tjetrit, dhe besoj që pajtohemi të gjithë që ndoshta nuk ka një fest më shumë se sa festa e Fitër Bajramit, po edhe Kurban Bajramit, po sidomos festa e Fitër Bajramit që njerëzit shkojnë të njëri tjetri për urim. Dhe kjo është ajo rujtja e traditës tonë shqiptare, po edhe këtë role ka dhe festa me fut gëzim
tek familjarët tonë, nëse ne shkojmë apo na vjen dikush për të na uru, normalisht që kemi me u dash me zvete dhe kemi me shti gëzim në zemrat tona. Ndoshta me thonë që në disa tradita cilet na tregojnë edhe të parë tona dhe na që kemi përjetu disa para luftës që kemi përjetu, disa lojra që kanë qenë si tradit në përfshatrat ndryshme, ato pak kanë zbeu se kanë ra krejt. Fatkeqësisht është bukur, është mirë me pas lojrat ndryshme, organizime të ndryshme. Ne në fillim të hapjes xhamis, po edhe në fillim të vitet e para, kemi organizuar rregullisht me dritë të xhamis, kemi organizuar një turnir futbolli që kemi pas do të ditën e parë ose dytën të Bajramit. Mirë po, kjo po i mbledh vetëm trit në një fushë sportive. Ndërsa kish me qenë mirë që ka qenë përpara në traditë, lojrat ndryshme, qoftë me shalla, qoftë me filxhana, qoftë nuk e di çfarë lojra që kanë pas përpara, kapuças, lojrat ndryshme, që më mbledh krejt lagja se krejt fshati. Jo vetëm një pjesë, po më mbledh trit, 10 vjetrit, më mbledh. Çka kanë ndikuar në këtë lëvizja njerëzve, migrimi i madh? Në përfshatra po. Në përfshatra do të thotë shihet që ka shumë pak, ne kemi fshatra të ndryshme si në Prishtinë, për shembull fshatrat e Gollakut, pjesës e Gollakut të Prishtinës janë pothuajse të zbrazta krejt, vetëm faljen e namazit Bajramit shkojnë të bohen në ato xhamia, mirë po njerëz nuk ka dhe normalisht që tani kjo ndikon edhe kanë ndikuar. Mirë po edhe ne si besimtar, si hoxhallar, ne thrasim po i bëjmë apel edhe në këtë rast po i bëj apel gjithëve që të mundohemi t'i kthejmë, ne të paktën t'i kthejmë një lojë cilën e ka pas traditë. Sepse janë të rëndësishme për brezat të ri, ka vlerë, ka kulturë në atë mes. Çdo gjë që ka qenë kulturë dhe që është kulturë e popullit tonë, vendit tonë, duhet ta kultivojmë, ta mbrojmë me fanatizëm të madh, ta kultivojmë. Ne kemi një traditë në xhamin tonë, quhet edhe xhamia e plisave, sepse para disa viteve kemi organizuar për herë të parë në Kosovë, ndoshta edhe në Shqiptari krejt, që edhe imami edhe xhamati edhe krejt kemi dalë me plisa, do të thotë pa plisa, asnjë s'kemi qenë dhe çdo herë para shumë shqiptar ju që ngjitet. Jo shumë, po jemi shqiptar. Krejt shqiptar jemi. Krejt jemi shqiptar, do të thotë. Në kuptimin përmbajtësor. Jo, është më rëndësi se çdo popull na nismi prej një parimi, prej një ajeti të Kuranit ku Zoti na thirr dhe thotë: "O ju njerëz, ne ju kemi krijuar prej një mashkull dhe një femre. Ju kemi bë popull e fise që të njihnin mes veti, jo të armiqsohnin mes veti, po jo të urrehnin mes veti, po që të njihnin mes veti." Sa lexohet drejt Kurani, hoxh? Fatkeqësisht jo. Çka shkruhet aty është rregull, është e mirë, është e mbar. E sa respektohet pasaj? Problemi është tek ne besimtarët, tek ne muslimanët, po, nuk është problemi te Kurani. Kurani, po kthehemi te ky ajet i Kuranit që Zoti na thot, na thirr dhe thot, do të thotë që nuk ka dallim i bardhi prej të ziut dhe nuk ka dallim arabi prej jo arabit, nuk ka dallim do të thotë ai që ka një gjuhë tjetër prej një gjuhë tjetër, përveç se në devotshmëri. Domthonë dallimi duhet të qenë në devotshmëri, dallimi duhet të qenë në punë të mira, në vepra të mira, pa dallim çfarë komsia është, pa dallim çfarë do të thotë çfarë ngjyre i përket, çfarë gjuhë flet ai njeri, ti do të thotë vetë në devotshmëri duhet me kthyer njerin. Ndërsa ne ka herë e interpretojmë gabimisht, nashte edhe na hoxhallar them nuk s'po them që nuk po dim, po nuk po mujna sa duhet nashte me tregu popullatës, tani edhe popullata ka herë e merr gabim në fjalë, në shprehje diçka dhe interpreton gabimisht. Sepse Islami në çdo pikë të tina, me të vërtet vetë fjala Islam është paqe. Me përkthyer në gjuhën shqipe do thotë paqe. Edhe gjithçka thirr në paqe, gjithçka thirr në mirësi, gjithçka thirr në rujtje edhe të traditave edhe të përjashto besimeve të kota, që Islami nuk njeh dhe nuk pranon besime të kota, pranon besimin në një Zot, jo në shumë zotra, po të tjerat do thotë Islami pranon gjithçka. Po. Hoxh, sa keni arritur, është një traditë të gjitha xhamive që të mbledhni ndihma për gjatë muajit të Ramazanit, të ndani për ata që kanë nevojë. Keni arritur ju të siguroni diçka gjatë këtij muaji? Bashkia Islame e Kosovës jeni në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës. Çdo xhami do të thotë në Kosovë është në kuadër të Bashkisë Islame. Po, tash ju sa keni dhënë kontribut. Edhe na do të thotë na kemi shoqatën Bereqeti, e cila funksionon në kuadër të Bashkisë Islame dhe fatmirësisht, po them fatmirësisht tash
15 vite është që e mbajmë në xhamin ton degën për Prishtinë dhe japëm një kontribut jashtëzakonisht madh. Në tërë Kosovën arrin pakut ushqimore, Më fal hoq, dua të them këto me që përmende, i kam shifrat e çantës humanitare Bamirse Bereqeti, e cila ka arritur të siguroj në total, apo për të gjithë, në nivel Kosovës, apo? Për familjet me nevojë 21.350 pako ushqimore, mbi 29.000 euro, ka siguruar veshmbathje për 13.350 persona, ka rinovuar 2 shtëpi, ka siguruar 8 hapje të puseve, ka ndarë 9.940 dhurata për fëmijë, 100 ëmbëlsira për këto familje, ka shtruar 36.366 iftare, ka ndarë afër 20.000 kg misht, ka siguruar mbi 234.000 kg miell, 1.900 kg patate, 6.300 kg qep, si dhe 40 ton hurma. Këto dhona i mora të Bashkia Islame, për me qenë korrekt për të gjithë ata që kanë dhëruar. Dhe këto dhona besoj dhe t'ju tregoj dhe krejt popullatës se këto dhona janë pothuajse gjysa e Ramazanit. Ndërsa funi i Ramazanit ka qenë diçka mrekulli tjetër. Do të thotë se prapë e shifni që kemi këtë ndjenjë humanitetit. Jashtëzakonisht shumë të popull, jashtëzakonisht shumë. Po e mirat mirës është që për momentin po shkon duke ra numri atyre të cilët kanë nevojë. Dhe edhe si shoqat Bereqeti jemi duke u fokusuar ndoshta në të ardhmen me ndihmu njerëzve që të shkollohen, do të thotë nxënësave, studentave, me investu, do të thotë tek ta, të cilët do të thotë sot kemi me hëngrë me vesh pak a shumë gati përgjithësi. Do të thotë elhamdulillah falenderojmë Zotin që nuk kemi më në atë gjendjen do të thotë emergjente. Shoqata Bereqeti dhe na si xhamia krejt në përgjithësi e kemi bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë kohës së pandemisë, ku kemi qenë çdo familje që ka pas nevojë dhe sot kemi familje të ndryshme që vinë na i besojnë pasurinë e tyre, na besojnë parët e tyre dhe thonë për arsye se kur ju kemi thirrë në pandemi, brenda gjysore ose 20 minuta ju jeni ardhur në atë vend. Dhe kjo më të vërtetë na bën krenar jashtë. Sigurisht kur kthehet me mirënjohje e me kujdes të veçantë. Hoq, faleminderit sa mirë që ju pata sot në program në këtë ditë të madhe të Bajramit, edhe urime edhe një herë festa për ju dhe për familjet tuaja. Sigurisht zonja ka përgatit drekën tash shkon drekën e Bajramit. Çka është te dreka e Bajramit ma tradicionale të na? Tek na popullatën tonë jahni do të bëjnë çdo herë, baklavën patjetër, torta patjetër, do të thotë dhe jahnin edhe mishin me qinxhit me oriz? Po, edhe ato do të thotë ato në familje të ndryshme bëjnë edhe sarme, bëjnë e plotësojnë tavolinë. A nuk e di nana. Nuk e di po besoj. Po nashim hanë surprizë. Unë kam fatin që tash edhe në këtë moshë kam edhe prind, do të thotë bashkërisht me mua janë prind, me babën ishim bashkë në xhami dhe me babën bëmë Bajram bashkërisht me ta. Po faleminderit, po normalisht ju uroj që edhe ata të cilët nuk i kanë sot familjarët e tyre, prindët e tyre, uroj që të qenë Zoti sabër, të qenë Zoti forcë. Normalisht janë të ndjeshme për ta. Normalisht janë të ndjeshme, normalisht është gëzim me mallënxhim. E vërtetë është normalisht që arsyetojnë edhe lotët e tyre, sidomos ata të cilët e kanë Bajramin e parë pa më të dashurit e tyre, po prapë ju themi që gjeni forcë, gjeni kurajo dhe ata lot që keni për një moment ktheni në gëzim se është ditë gëzimi dhe feste. Faleminderit shumë hoq që ndave dhe këtë mesazh për ata që kanë nevojë më shumë të sot, për ata që kanë Bajramet e para. Edhe një herë shumë faleminderit juve për ftesën. Shëndet. Gjithë juve me fatë dhe me gjithë për gjithë shikuesit dhe ndëgjuesit.